Punëve të jashtme dhe diasporës ka njoftuar se sipas të dhënave të deri tanishme, zyrtare nuk ka shtetas të Kosovës në mesin e viktimave dhe të lënduarve në sulmin në Universitetin e Karlit në Prag, ku humbën jetën 15 persona dhe mbetën të plagosur dhjetra të tjerë. MPJD gjithashtu ka informuar se ambasada e Kosovës në Prag, që në momentin e marrjes së njoftimit, ka kontaktuar me profesor dhe student të seksionit të gjuhës shqipe në këtë fakultet, të cilët ndodheshin në të njëjtën ndërtesë ku edhe ndodhi sulmi. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës i shpreh ngushëllimet më të thella familjeve të viktimave dhe uron shërim të shpejtë të plagosurve. Presidentja e vendit Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe kryetari i kuvendit Glau Konjufca janë solidarizuar me Çekin, duke u shprehur ngushëllime familjarëve të viktimave. Rinor Hoxhë nga Ministria